Gjerë më tash ka arrit një shifër bukur e madhe që mund t'jenë afër 20.000 që i kemi përgatitur. Kam përgatitur ndoshta prej 1 orë lindje e gjerë 110 vite. Rasti i veçantë që asnjëherë nuk e hekin nga memoria dhe e kam të memorizuar është komandanti i zonës Nërdimës, komandanti Recep Bislimi, ka qenë i masakruar për së gjalli dhe kështu ai atë e paraptëroi shpesh herë. Me vete merr besimin, merr qefinin dhe lem mbrapa vepra. Përshëndetje për ju. Unë jam Naser Kusumi nga Ferizaj, po filloj në historinë e juaj për gjithë të rishikues të juaj dhe shtetarët, në veçanti qytetarët e komunës Ferizajt, me një thonje profetike: më i miri ndër njerëzit është ai i cili ju shërben njerëzve, ai i cili shërben familjes, ai i cili shërben shoqërisë dhe ai i cili është afër qytetarit, e në veçanti në këtë rast ku jemi ne tash. Unë që 30 vite punoj pranë Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Ferizaj, si çdo këshill i Bashkisë Islame në Kosovë, e ne këtu në Ferizaj kemi edhe sektorin e shërbimit mërtore, që 30 vite baj përgatitjen e rasteve që të ndrojnë jetë qytetarët e komunës Ferizajt. Do me thonë e bën një larjen e personave të cilat vdesin më shkurt. A mund është më na tregu sa persona deri sot i keni përcjell deri në banesën e tyre? Atëherë gjatë këtyre 30 viteve të karrierës së punës sime pranë Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Ferizaj, mund të them se gjerë më tash ka arrit një shifër bukur e madhe që mund të jenë afër 20.000 që i kemi përgatitur. Me shërbime mortore këtu në komunën e Ferizajt unë mirëm që nga viti 1993. Kam pas sfida ndoshta gjatë këtij shërbimit për shkak se kam punuar edhe para luftës, kam punuar gjatë bombardimeve të luftës në Kosovë dhe i vetmi që kam kryer shërbime mortore në komunën e Ferizajt kam qenë unë. Por mund ta theksoj se edhe një herë mori kujtua para 25 viteve që në kohën e pandemisë i vetmi që kam kryer shërbime mortore në komunën e Ferizajt isha unë me automjetin tim, cilët kena kryer gjitha rastet që janë paraqitur në Bashkinë Islame në Ferizaj për të kryer shërbime mortore. Cilat raste është mas zoti për me i la dhe me i përgatit për banesën e tyre? Ndoshta nuk është aq vështirë për ne për shkak se në këtë profesion jemi adaptuar. Thyem mbi 30 vite, por është, mund ta them se ndoshta nuk është mirë për shkak se njihet njëri gjithmonë me emocione. Gjithmonë jemi në të kuptimin stresuar. Gjithmonë jemi të mërzitur. Solidarizohem me gjithë familjarët e qytetarët se janë raste cilat janë të mërzitshme, se gjithëherë jemi në vaj. Zakonisht kemi ndëgju njerëz që kanë frikë prej personave që vdesin. Cilat janë ato ndjenja që i keni pas në fillim kur keni filluar me la gjenazat, edhe tash çysh ndiheni mas sa vite të zbuluar? Çdo herë unë kam potencuar dhe po të gjej prapë se unë nuk isha me shujt frikë. Se nuk frigohet njëri pe antarit të familjes. Por ndoshta është mërzi dhe ne e kuptojmë ata. Unë kam përgatitur gjitha moshat. Kam përgatitur ndoshta prej 1 orë lindje e gjerë 110 vite. Por ndoshta edhe kësaj, kur e përgatita prindin tim, ishte pak më vështirë. Dhe kështu që unë i kuptoj qytetarët se në rast se thonë kem frikë, nuk e kanë shkak i frikës, e kanë shkak se nuk mund t'i përballojnë afër prindit për ta përgatitur në momentin e fundit. Zakonisht kemi raste edhe për shembull prej aksidente të ndryshme, ku dikuj mungon kama ose ka goditje që e ka deformuar ndaj pjesë trupit. Sa është e vështirë për juve me përgatit çato raste? Pak më e vështirë për neve është me u përgatit ne, për ta përgatit një rast. Atëherë kur ne përgatitemi për ta përgatit një rast, për ne nuk është vështirë. Ne përgatitemi për shkak se kemi edhe bindje se do e kryjmë shërbimin dhe nuk do flasmi. Është rregull i besimit që nëse vret ndonjë emet të mos paraqitet në opinion publik.
A keni pas asnjë rast për shembull prej aksidente që ju kanë ardhur shumë gjendje të keqe? Po, kemi pas edhe të aksidentum shumë, por kemi pas edhe të atyre që janë vrarë nga forcat serbe në Kosovë. Dhe kemi disa nga ato që tash edhe i kemi në memorie, por më mirë është që mos qelmi varë, për shkak se edhe për familjarë ndoshta nuk është mirë që të shpjegojmë se çfarë gjurmë ka pas ai person. E thama herët që mas vështirë t'ju kanë me përgatit prindin e ju. A mund ju na tregu cili u kanë në rast i vështirë kështu përveç prindit që të ka me memorje së dhe gjatë gjithë jetës? Rasti i veçantë që asnjëherë nuk i hekin nga memoria dhe e kam të memorizuar është komandanti i zonës në Redimës, komandanti Recep Bislimi, që ai është ekzekutuar apo është vrarë mizorisht nga forcat serbe, por jo i vrarë. Ka qenë i masakruar për së gjalli dhe kështu ai atë e parapëtoi shpesh herë. Ai është rast që shpesh herë mërzitem kur ta kujtoj se ka qenë shumë i torturuar. Edhe ju memorizohet vazhdimisht, domethënë. Ndoshta nuk i memorizoj të gjitha rastet, se komuna e Ferizajt ka mbi 110.000 banor. Edhe kështu nuk ndodh ditë që nuk kemi një shërbim apo dy shërbime. Mesatërisht në komunën e Ferizajt vdesin 2 ditë apo 60 mujt, edhe shkon pak më lart. Çka merr njëri me vete? Me vete merr besimin, merr qefinin dhe lë mbrapa veprat, familjen, dhe ne jemi ardhur në këtë jetë që të garojmë për të bërë mirë dhe për të lënë një pasazh mbrapa të mirë.